Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë dhe madhnojmë Zotin fuqiplot. Vetëm atij shprehmi falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Përshëndetjet, selamet ja dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe ju motra, lutem që të jeni shëndosh e mirë dhe lutem që i madhi Allah dhul xhelal t'u adhuron gjitha mirësitë dhe begatit e kësaj dite madhështore, ditë xumaje. Dashurit e mi, e xumaja është një ditë e veçantë në kalendarin islamik. Mirë po edhe në jetën e përditshme të njeriut e veçanarisht të një besimtarit të drejtë në Zotin fuqiplot. Është ditë e mirësisë e begatisë, është ditë e paqes, e faljes, e dashurisë, është ditë e furnizimit, është ditë e njoftimit, është ditë e krijimit, është ditë që do të shkatërrohet kjo botë dhe është ditë kur do të ringjallemi para Allahut dhe ditë dhe moment kur besimtarët do të hyjnë në xhennet për ta taku Zotin fuqiplot. Dashurit e mi, po fillojmë me një këshill që është e nevojshme për ne, që në fillim të gjithë ulemat janë pajtu dhe thojnë mos i njoftani njerëzit për 3 gjërat juaja. Për 3 gjëra mos i njoftani njerëzit mosën. E para, për pasurinë tënde, për atë që e posedon ti, që janë gjërat tua personale. Nuk ka nevojë me i njoftu njerëzit, me ju bon reklam asaj tonës, sepse ka shumë dashakqenj, cilët nuk ju gëzohen të arriturave tua, apo atyre gjërave që i posedon ti. Kështu që mos i njofton njerëzit më mirë, sepse ndoshta kanë me fillu me fol e me intrigru dhe të njëjtën kohë me përbaltu për atë çka e posedon, do të thotë ti. Mos i njofton njerëzit për këtë. E dyta, për qëllimet e tua, për mjetet e tua, për planet e tua, cilat i ke në jetën tënde, mos i njofton njerëzit. Sepse mund ndodh që dikush bëhet pengesë. E ke vrejt, për shembull, sot thue, unë e kam bo një, du me hap një dyqan. Në këtë javë du me hap një dyqan qëtu. Halat nesrit pa u quti për gjumit a i këshijave që ka qelen. Sepse, thot kish me qelë kë. E shumë gjëra do thot në gjajshme të këtila. Dikush mundët me u bo penges i atyve njetëve, qëllimeve dhe planeve tua. Kështu që mos ja trego planet e tua as kujt. Dhe e treta, mos fal shumë për vetvetën tone. Çka don, çka pëlqen, çka urren. Dhe çdo gjë që lidhet mes këtyre gjërave, mos njofto shumë mosën, sepse mosa kanë me u bon ndoshta ziliqar, me i mohu dhe më i pengu ato gjëra që ti don apo i ken plan për t'i arrit, ka mu bo do thot penges. Kështu që mos fal do thot me mosën. Për këtë Hazreti Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot nedimtu anil kalami marrat. Për fjalët e mia që i kam fol, jam pendu shpesh. E ma shpesh jam pendu për fjalët e mia që i kam fol. Wama nedimtu ani samti marra. Thot kurse për ato gjëra që kam hesht,
nuk jam pendu kur. Kam hesht. Nuk jam pendu kur. Kështu që nëse donë mos me u pendu, ma mirë këtë 3 gjëra, shka janë çështje personale tua që i tregum, mos me i bisedu me masën, dhe mos me javë treguen. E Imam Shafiu thot, shfaqi, të parat kënë fshihi. Imam Shafiu thot, shfaqi 3 gjëra gjithmonë. E para, fshihe varfërin, deri sa të mendoj njerëzit se ti je i pasur. Mos kukav, mos u bën gjithmonë, s'kam, sa të pas, s'kam, fshihe varfërin, posedoj, kam, janë letu këto gjëra, me këtë gjuhën e asfaltu me të sodit, tregohu bës pak. Kemi nevoj. Jo do thot gjithmonë me qenë njeri për gjunat, tjertë, me pas ndaj teje dhe me shprej. Fshihe. E para, e dyta, gjithmonë fshihe mërzien. Nuk ka njerëz pa mërzi. Nuk ka njerëz pa mangësi. Po gjithmonë mundohu deri sa të marrin për shtypje njerëzit se ti je i kënaqur. Ti je i kënaqur. Shishani këto që na flasin, këto psikologët e sociologët, na flasin për optimizëm e për buzëqeshje. Jo, apo menoni që e kanë jetën ato këtë qashtu, a? Jo, vallaj. 100.000 probleme i kanë edhe ata. Mirë po marrin forcë që ty dhe mu më na dhon kuraj dhe shpresë. Me një fjalë, fshihe mërzien, sepse duke fshihe mërzien, e shfaq lumturin, e shfaq shëndetin dhe ardhmërin. Dhe e treta, thot, fshihi telashët, problemet, deri sa të mendoj njerëzit se ti je i lumtur. Po kush prej neve nuk ka probleme? Po kush prej neve nuk ka mangësi? Po që të gjithë kemi, vesh mund mos i kemi të njëjtat. Mirë po fshihi, deri sa të mendoj njerëzit se ti je i lumtur. Dhe këtë duhet ta bëjmë në jetën tonë praktike të përditshme. Në jetën tonë praktike të përditshme. Nëse dikush të thot, e pas ke bo shpijen 50.000 euro, thuj, mosom 900. Jo, e kam bo 100. Mosom 900. Nëse dikush të ka thonë e ke ble një kjerë 10.000 euro, ja, jam ke qitë poshtë, 30 e kam ble. Madame ti po dënë me ditë për senet mija, hypja, sa mos ka mu ta paguaja, ti pe i gjepe tanki me bojnë. Kështu që deri sa të mendoj njerëzit se ti e bës. Dhe kështu kime bërë që të tjerët mos me u marrë me tyje, e ti kime i kry punët e tua në formën më të mirë të mundshme me emnin e Allahu Dhul Gjelal. Doshurit e mi, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thonë, musliman është ai prej të cilit njerëzit janë të sigurt nga gjuha e ti dhe nga dora e ti. Doshurit e mi, për qenë musliman, nuk është vetëm dëshmia la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk është e mjaftueshme vetëm kjo. Nuk është vetëm namazi. Mirë po duhet dëshmojnë edhe shumë gjëra, e njëra nga to që të tjerët më kanë sigurt nga fjalët, nga gjuha jote. Arma më e fuqishme e liris është gjuha. Mirë po edhe gjuha i ka limitet e veta, e ka kufinin e vetë. Do t'jenë tjerë sigurt nga gjuha jote, dhe e dyta nga dora jote, nga dëbomat e dorëve tuaja, do t'jenë sigurt nga ai musliman që jemi të sigurt nga gjuha e ti dhe nga durët e tina, besoni e kemi rahatin dhe qetësinë më të madhe,
sot na muslimant nga njoni tjetri nuk jemi të sigurt për këtyre dyjave. Kjo është më e madhe se sa bomba atomike, më ta gjujt në familje, në karrierë, në biznes, në punë, në aktivitet, në shtëpinë tonë, kur dikush e flet një fjalë të pavërtet, dhe ai i cili përdor metoda, forma, plane dhe gjëra konkrete me dorë për të ndalu dhe për të pengu, do thot tyje. E muslimani mirë është ai i cili tjerët janë të sigurt nga këto dyja. Dashurit e mi, ngjojmë që të gjithë sikur se jemi vënë në një skenë dhe po ndihemi diqysh të detyrueshëm për të dhënë shfaqje. Dikush ka marrë obligim dhe është duke ndi veten sikur me qenë në një skenë dhe tash që të gjithë janë duke shiqu dhe janë duke prit një shfaqje prej këtina. Dashurit e mi, jo të gjithë njerëzit presin përgjigjen nga ne. Jo të gjithë njerëzit janë duke pritën dorën e shpëtimit nga ne. Jo të gjithë njerëzit janë duke prit këshillën tonë. Kështu që le të pushojmë pak, secili le ta din kohën dhe vendin kur e ka për të tregu shfaqje. Nga njëherë vjen dikush prej skajit, nuk është i ftum, nuk është i thirrur, nuk është kompetent, mirë pa i flet. Jo të gjithë jemi kompetent për të folë, për të dhënë këshillë dhe për të marrë në vendim. Prandaj, të bëhesh i sinqert është bekimi më i madh i Zotit, që ta dish pozitën tone, kur duhet me reflektu, kur duhet do thot me lëviz, jo do thot gjithherë. Dashurit e mi, thot profeti Muhammed, paqja dhe mëshira Zotit qoftë mbi të, besimtari nuk është mallkues, po e qet shpirtbardhësinë e një besimtarit. Për Zotin e lëm, tokës, këtij nën qiellit, janë duke i mungu njerëzit e këtill. Janë duke u shfaq në vende të ndryshme njerëz të këtill. Janë duke u bë gomë shpëtuese për masën e gjërë, sikur që janë njerëz cilët janë të mungu kësaj toke dhe këtij nën qielli, cilët ata cilët nuk janë mallkues. Gjuha e besimtarit nuk nxjerr mallkim, nuk janë akuzues. Gjuhët e besimtarëve dhe besimtareve nuk akuzojnë. Gjuhët e besimtarëve dhe besimtareve nuk kanë banalitet, dhe gjuhët e besimtarëve dhe besimtareve nuk janë gojlig. Për Zotin e lëm, kjo është ideale dhe sjell një njeri ideal në rrezullin toksor, ai cili nuk mallkon, nuk akuzon, nuk përdor banalitet dhe nuk është gojlig. Këto 4 gjëra janë imediate për neve. Dhe zatën këto nëse i kemi, që nuk mallkojmë, tregojnë edukimin ton, prejardhjen familjare ton, tregojnë besimin e qiltërt, dhe tregojnë se na e dojmë Zotin, e dojmë këtë botë dhe e dojmë botën tjetër, ahiret. Dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, detyra e fesë dhe e fetarëve është që kur të shikon një të rrëzuar, të ndihmoj për të ngritur dhe jo të nxitoj për ta ullë, diskretitu, hala dhe ma shumë. Mirë, po qëllimi kryesor është në moment ku të rrëzohet dikush, na me jazgjatë dorën edhe me ngrit. Dhe zatën ata të cilët marrin forcë për të ngrit,
pas një dështimi, rrëzimi, çfarë dush llojit dhe të formës dhe të profesioneve që mund ta ketë, ai njeri flet se ka për të arrit të caku, të planët, ku ai ka vendos për vetveten e vet. Ai cili pajtohet me atë qëndrim dhe merr përshtypje dhe e bind veten se unë nuk mundem më ngritën, aty ka fillu do të thot dështimi. Për këtë zgjat një dorën tjerve edhe nëse nuk u andin. Zgjat një dorën tjerve edhe nëse ju marrin për njerëz që kjo s'ka shka ban veç del ju një më njerëzve. Zgjat një dorën njerëzve edhe atyve që nuk ju vlerësojnë. Zgjat një dorën se ti kur e zgjat dorën, ai dikujt ai ti zgjat, o dashurit e mi. Jo këtij filanit, po Rabbul Aleminit. Ai ka më të marrë me dorën e vet më të ngrit. O kry këto mos ta din. Ai Rabbul Alemini ka më të marrë. Për këtë nuk është e kohë që Hazreti Aisha, gruaja e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, e ka dhënë një shembull praktik gjithmonë kur ka ndihmuar. Kur atë monedhën nuk ja ka dhënë personit në dorë. Gjithmonë e ka lëshuar në tokë. Apo i ka thonë shko merre te filani, me një fjalë ja ka dhënë një mundim. Arsyeja me ja dhënë një shembull atij o burr. Edhe ti dush me bë përpjekje, pak mu gërmuse, pak me ecën, dytë me lëvizë dhe ti me u mundu pak. Dhe e dytën gjë që e ka bërë, gjithmonë atë monedhën e ka parfumos. Dhe i kanë thonë, pse po je parfum? Thot për një arsye, se kjo monedhë, kjo pare jemja, nuk është të ranë në dorën e këtij personit, po në dorën e Zotit Dhul Xhelal e du të ketë aromën më të mirë. Kështu që çdo gjë që ta bësh në jetë dhe ti të veprosh për hir të Zotit bane. Pak punë është falënderimi njerëzve, shumë pak punë çon pesh, sepse është duke e dhënë dhe duke e zgjat dorën Zotit fuqiplot. E Zoti ka më të bën zgjidhje, ka nuk e kujton do thot hiç. Të dashurit e mi vëllezër dhe ju motra, thot Ebu Hamid el-Ghazali, njëri prej ulemave të mëdhej të Islamit, një vepër e mirë e një besimtarit është më e shtrejt se fjalët e 1000 dietarëve. Një vepër e mirë e një njeriut është më e mirë, më me peshë, më me vlerë se sa fjalët e 1000 dietarëve më të mëdhej. Shpesh kur të punojmë me njerëz nga më të ndryshëm, thojnë, hoxh, Zoti e shpërblef filanin, Zoti e shpërblef filanin, këtë punë që po e ban. Unë i tham, o Zoti të shpërblef ty o vëlla. Ty Zoti të shpërblef. Sepse ti ai prodhimi, ti ai lëvizja. Ti i ke marrë gjitha ato sebepët. Ky filani veç e ka bë planin që çet njeri me asiguru këtë apo atë. Mirë po janë durët e juj, mundi juj, është ai që është i shpërblym të Zotit Dhul Xhelal më shumë se sa i këtina. Andaj mos lavdërohet kush që unë kryta filan projektin, po let lavdërohen ata dhe let i lavdëron ata të cilët e kanë mundësu kryerjen e këtij obligimi apo këtij projekti. Dashurit e mi, sikur njeriu është e vetmja krijesë që refuzon të bëhet ajo që është. Shpesh, prej krejt krijesave, krejt krijesat e luajnë rolin e vet që e kanë. I vetmi është njeriu që shpesh nuk e luan rolin për të cilën është. Mirë po ka aftësi dhe mundësi për të luajtur shumë role të krijesave tjera. Shpesh bëhet me lajke, po shpesh bëhet shejtan. Shpesh bëhet ka njerë njëri, subhanallah, disa, kuptohet. Shpesh disa bin në kategorinë e hajvanotit.
Bile edhe ajvanoti turpërohet, as i veprime me ban, çka bojnë do thot një pjesë. Është interesante do thot me njeriun. I ka mundësi gjitha për t'i ban. E shpesh ky njeri mo i lun krejt rolet e krijesave, veç rolin e të qenurit njeri. Me jetu me njerëzillak, shpesh nuk e luin disa. Gjithë shka mundësh me i thonë, veç njeris mundësh me i thonë. Ashtë çudi. Islami po na thret me u kthy në bazë, me u kthy në njerëzillak, sepse aty ndihemi më së mirti dhe aty mirë është shpërblimi dhe pesha jonë si njeri. Të dashurit e me, vëllezër dhe ju motra, thojnë ulemaja, risku më i madh është të qenurit i kënaqur me atë që e ke risk. Risku më i madh është më koni kënaqur me ata që e ke risk. Shpesh shumë unë takoj djem apo edhe vajza, sa është i kënaqur me bashkëshortën e vet. Tham, kënaqur për një arsye. Risk e yti është o burr. Veç që është risk, ka bëja më në Zoti, kënaqo. Vallaj me mendu që ta shumë madhore, me u kënaq me riskun e Zoti, ka bëja më në Zoti që kjo më u konë për ty. Po gëzimi ma i madh është kjo. Është gëzimi ma i madh, lumturia ma e madhe, do thotë është kjo. Për këtë kënaqnu me ata që ja ka bo Zoti Dhul Xhelal risk. Je njeriu më i lumtur i këtij në qiellit. Dashurit e mi, thot njëri nga dietarët, ju mund të mësoni njerëzve gjithçka, përveç ndjesin. Gjithçka mund është me mësu njeriun, ama ndjesin nuk mund është me mësu njerit. Ndjesia është me ADN, është e lindur, është e ardhur prej Zotit fuqiplot. Kush ka ndjesi, kush ka mëshirë, kush ka rahmet, kush ka dhimbje, kush ka dashuri, ai është apo e posedon dhuratën më të madhe prej Rabbul Aleminit. O njerëzve, na dhe fëmijëve tonë dhe familjarëve tonë, o mujna mi eduku qysh dosh. Si kur aty e pemve me javdhon formën, po ndjesin nuk mujna me javdhon. Ndjesi kanë ata që vinë nga prind të mirë, nga gjysh të mirë, nga stërgjysh të mirë, nga dhurata e madhe që Zoti ka derdh, ka zbrit mbi këta. Këta janë njerëz që kanë ndjesi. Andaj nëse e ke këtë ndjesi e ndin, ti e ki dhuratën më të madhe. E ki dhuratën më të madhe, besani. Dashurit e mi, të gjitha fatët janë të mira, edhe nëse na trishtojnë. Shpesh fatët na trishtojnë, o burr, sprovat na trishtojnë. Ama vallaj, gjitha janë të mira. Shka vinë prej Zotit, gjitha janë të mira. Mirë, po planet e tona na i prish. E kur po na u prishën planet e tona, na s'po pajtohemi pastaj edhe me caktimin e Zotit që e ka bo për neve. Ne kemi qitë vetës me arrit këto. Ne kemi qitë vetës as një dhimbje mës me pas, as një mangësi mës me pas, as një nervoz mës me pas, as gjo mës me pas në të këti lojit. Po vjen caktimi i Zotit dhe na hjek ka një. Kështu që të gjitha fatët janë të mira, edhe nëse na trishtojnë, shpesh na trishtojnë, vallaj, shpesh na trishtojnë, ama vesh kthehemi, është prej Rabbul Aleminit, po, kja është, do thot, madhore kja është. Për këtë dashurit e mi, caktimi i Zotit, thojnë ulemaja, caktimi i Zotit është drejtësi për neve, mirë po na shpesh nuk e kuptojmë këtë drejtësinë e Zotit.
Shpesh do thot nuk e kuptojmë. Dashurit e mi, njerëzit e ndjeshëm janë me fat. Ata që kanë ndjenja janë me fat. Ata kanë dy zemra. Njërën në gjaks dhe tjetrën në çdo gjë që e bëjnë. Ata që kanë ndjesi, që kanë ndjenja, një zemër e kanë po në gjaks, po një zemër e kanë çdo punë që e veprojnë, në çdo fjalë që e flasin, në çdo familje që hynë, te çdo njeri që shoqërohen, me çdo njeri që miqësohen, e zbresin jo në zemër tek ai. Kjo është më e mirë. Dhe zatën Zoti na takoft me njerëz të këtill me dy zemra. Me njerëz që e posedojnë veç një zemër. Veç kur te kardiologu ata na kujtojnë neve. Veç te kardiologu kur t'ju dhem, që atëherë kur të shkojnë, çka pas mi bëu dikujna, apo najsen. Ata që i kanë dy zemra, në çdo moment e kanë një zemër edhe për mua, edhe për ty, edhe për ata, edhe për ato, edhe për çdo punë, edhe për çdo veprim. Këta që i kanë ka dy zemra. Allah na bof me njerëz të këtill, sepse janë njerëzit më dashur tek i Madhi Allah. Dashurit e mi, në fund, bota nuk do t'ju jap kurrë asgjë. Në fund, mu dhe ty dhe çdo njanit. Në fund, bota nuk ka më të dhonë as ty, as mu, as gjo, kur njëherë, ma të vlefshme se familja. Mund është mu bo multimiliarder. Mund është mu bo mës mi ditë sa palate, e sa banesa, e sa villa, e sa parcela, mi pas. Mund është më bo, mos me ditë edhe sa menagjera, s'po flas vetë sa punëtor, po mund është mos me ditë edhe sa menagjera i ki. Ama në fund, kur t'hish në aksham, krejt bin poshtë, familja është. Pak më vonë, familja është. Besimtar dhe besimtare, mos i leni ambicet për të arrit çdo gjë të hajrit në këtë botë, po mos se krahasoni asgjë me familjen. Bota senin më të mirë që mund ta jep është familja. Ku shkoni familje të mirë, është pasunia më e madhe. Pasunia më e madhe. Kur të hysh në shtëpi dhe e shet djalin që nuk të ka sjell shoqëri të likë, që nuk është alkoolgji, që nuk është drogerash, që nuk është njeri fajdegji, që nuk është i kazinove, që nuk është i prostitucionit, që nuk është i belave, dhe vjen me ngron buk me ty në mbromje, dhe të tregon për planët, për punë, për shoqënin, për kënaqësinë, për vështërsitë. Këto janë bisedat më të mira. Ama Zoti na ruaj për ata që fillojnë me ngron ka fjalë, kur ta marrin lëndimin, thikën më të madhe, u zon djali me drog, i la 100.000 euro aty, e kish nënshkru te noteri aty në kazinë në Shkup. E kish dhonë edhe shtëpinë, ne e kishin marrë edhe parcelën, e kish mi hupë edhe, Zoti i madh, vjen dreka, apet ullët në s'han, vjen mbromja, dorka, apet s'han, s'ka. Miliarder mu konë, mbi gjitha është familja. Investoni në familje, se investimi më me vlerë, më i madh, i cili investim ka për të kthy edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, është familja. Dashurit e mi, koha që na ka mbetur për të jetuar është më e rëndësishme se të gjitha vitet që mu dhe ty na kanë kalu. Do shta mu jemi pas 80 vjetësh, 50 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë, po që kja shka na kanë mbetë, sa na kanë mbetë se dim, është më e vlefshme se sa krejt që të vite që na kanë kalu, nëse e shfrytëzojmë dhe e programojmë për të mirë. Dhe zatën
mesazhi i xumas është ky: programoj që të ditë, që të mu jave, vite, sa na ka mbet për të mirë, një gjuhë të mirë, një mendje të mirë, një zemër të mirë, një veprim të mirë, një konkretizim të veprave, një lidhje të sinqert me Zotin, është pasunia më e madhe. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Elhamdulillahi rabbil alamin.